Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Orthodoks. Në këtë emision dua të trajtoj një temë që besoj juve do ju interesoj, çfarë u mbasim kur nuk i shërohemi rregullisht dhe çfarë rrezikojmë kur bëjem në apostazi. Për ta kuptuar këtë të keqe të madhe të moskishërimit dhe apostazisë, duhet në fillim të kuptojmë çfarë është kisha dhe çfarë përfitojmë ne kur kishërohemi rregullisht. Kisha në aspektin arkitektonik, pra të jashtëm, nuk është thjesht një ndërtesë funksionale shoqërore si për shembull një teatr, muze, por është një shtëpi e Perëndisë, vendi toksor ku banon Perëndia qellor, që edhe pse qiellin e ka fron dhe tokën e ka vendi ku vendos këmbët, përsëri ai dënjon të banojë në këtë shtëpi të bërë nga duart e njerëzve dhe të shenjtëruar nga hiri, ku vetë Zoti zbret mistikërisht dhe shenjtëron popullin e tij dhe ta bëj fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar që të shpallin mrekullinë e tij. Kisha në aspektin organizativ nuk është thjesht një organizat apo shoqat njerëzore si partitë politike, një OJQ, por është një organizëm i gjallë, perëndi njerëzor, është trupi mistik i Krishtit, ku sipas emrit Eklesia ftohen nga jashtë. Njerëzit ftohen nga jashtë brenda dhe me misteret e kishës bëjnë qeliza të gjalla dhe gjymtyra aktive të trupit mistik të Krishtit, që gjallëron jetën e përjetshme, ashtu si bashkë me priftin ortodoks lutemi në liturgji ynore, hiri Zotit tonë Jezu Krisht dhe dashuria e Perëndisë dhe Atit dhe pjesëmarrja e Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Amin. Kisha është një kishë apostolike katolike ortodokse. Dhe do ta kuptojmë këtë kur themi katolike ortodokse, nuk kemi në mend kishë romano-katolike, por do të dimë se kisha është një apostolike, pra e themeluar nga apostujt, katolike që do thotë e përgjithshme, e përbotshme, që i mbledh brenda të gjitha racat njerëzore, gjinit dhe kulturat dhe i shenjtëron ato. Ortodokse do të thënë duke mos devijuar as majtas as djathtas. Por edhe pse kisha është një, ajo paraqitet me dy forma, qellore dhe toksore, ose si quhet në gjuhën teologjike, triumfante dhe militante, ashtu siç është dhe Krishti me dy natyra hyjnore dhe njerëzore, por një person hipostat, ashtu siç thotë edhe Shënqërili në sinodin e Efesit, biri i Perëndisë dhe biri i njeriut është një bir. Kështu që kur ne toksorët që militojmë, luftojmë në tokë, shkojmë dhe marrim pjesë në jetën adhuruese dhe misterore të kishës toksore ose militante, pra tham, vizitohemi në këtë kohë dhe bashkohemi me kishën triumfante qellore, me ata që luftuan dhe fituan, u transferuan dhe u nderuan në qendër nga Perëndia të veshur me të bardha, pra me dritë, dhe së bashku me adhurimin e ëngjëve, duke thënë të njëjtin him triumfal, ëngjëllor, trishenjtor. Shenjt, 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 Zoti Savaot që dhe ju amplot me lavdin tënde, Ozana më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit, Ozana në më të larta. Kështu, duke patur një him trishenjtor, me ëngjëj dhe shenjtor, ne besimtarët toksor, bashkohemi në një kishë qellore toksore, që të jemi ashtu si dhe Krishti me Atin një njësi. Kjo u realizua dhe realizohet në kishë nga lutja kryepriftërore e Krishtit që ju lut Atit, që të gjithë je një ashtu si ti o Ati je në mua dhe unë në ty, dhe ata ti je një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar dhe unë u kam dhënë lavdin që më ke dhënë, që ata ti je një ashtu si jemi një. Unë jam në ta dhe ti në mua, që ti jenë të përsosur në unitet, që bota të njohë që ti më ke dërguar dhe që i ke dashur ashtu siç më ke dashur mua. Kisha ose eklesia është institucioni hyjnor ku njerëzit e lindur në mëkat, dhe këtu flasim për mëkatin së gjyshor, që na thuhet edhe Psalmi 50 në mëkat më lindin e naime, dhe vinë në këtë botë të kontaminuar me mëkat, të rritur në mëkat, ftohen nga jashtë, pra nga bota e mëkatit, por kisha i fut brenda në gjinë e saj me anë të mistereve dhe i rilin njerëzit dhe i bën të pamëkatshëm, i shenjtëron, i unizon dhe i bën vëllezër të Krishtit. Krishtër, bita adoptuar të Atit, me anë e fjalës që u bë mish, sepse të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bijtë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, po janë lindur nga Perëndia. Në kishë ndodh mistikisht transformimi rrënjësor i botës shpirtërore të njeriut, të dëshpëruar dhe të humbur në kaosin e botës së mëkatit, dhe ndodh çudia e madhe, ku mëkatari vdektar bëhet shenjtor i pavdekshëm dhe konkuron ëngjëjt e patrup dhe të shenjtë. Kisha nuk është një amfiteatër, agora apo parlament
ku shpalosin idetë, filozofitë, mendimet dhe idetë që kundërshtojnë njëra tjetrën deri në armiqësi, si rëndom të e shohim me grupe partijake, etnike, gjuhësore, kulturore apo gjinore, madje dhe fetare. Por është shtylla e së vërtetës me doktrinën hyjnore që nuk devion as majtas as djathtas. Rreth atyre që mësoi Zoti, leçitën e apostujt, mësuan dhe interpretuan etrit të mbajtës dhe u saksionua nëpërmjet kanoneve në sinodet ekumenike dhe lokale. Kisha është një liman paqe në këtë botë mëkatare dhe rebele, që në vetvete kjo botë ngjan me detin e trazuar dhe arrogant që të përmbyt me valët e pasioneve, valët e mëkate, me lakminë e syrit, me dëshirën e mishit dhe krenarinë e jetës. Por kisha, ndryshe nga bota, është një liman paqe. Dhe këtë e vërtetojmë për shembull sa herë që ne futemi në një kish, edhe pse mund të jemi të lodhur ose të agjetuar nga çfarë na ndodhin për ditë, sa herë në një kish ne qetësohemi. Pra çfarë ndodh? Pra e ndjejmë shpirtërisht, por edhe fizikisht, se kisha është një liman paqe, ku mbretëron paqja e Krishtit që nuk është e kësaj bote. Kisha është vendi i shenjtë ku takohet mbreti me popullin mbretëror të krishterë ortodoks, sidomos në liturgjinë hyjnore që është lutja zyrtare e kishës dhe shfaqja e dukshme e mbretërisë së padukshme të Perëndisë që siç është në qiell zbret dhe në tokë. Prandaj dhe liturgjia hyjnore fillon me thirrjen e bekuar mbretëriatit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Amin. Kisha e dukshme është ngjashme me vendin ku ishin mbledhur apostujt në darkën mistike, dhe ku Zoti bashkë me apostujt kredi misterin më të madh që bukën dhe verën e shndroi në trup dhe gjak Krishtit dhe u dha apostujve, duke thënë bëjeni këtë në përkujtimin tim, por dhe vendi ku zbriti Shpirti i Shenjtë në ditën e Pentikostit. Në ato vende ku mblidhet kleri ortodoks, së bashku me psaltët dhe besimtarët, në cilët kryhet liturgjia hyjnore, përjetojmë të njëjtat mistere të perëndishme, si në darkën mistike dhe në Pentikosti. Sepse prifti ortodoks i veshur me Krishtin merr bukën dhe verën dhe thërret të zbret Shpirti i Shenjtë me lutjen epiklisis, pra Shpirti i Shenjtë që është kudo dhe i mbush të gjitha zbret dhe shndron dhuratat, bukën dhe verën në trup dhe gjak Krishtit dhe i afron të shenjtat e të shenjtëve me duart e klerikëve tek ata që afrohen dhe kungohen me frikë, besë dhe dashuri, duke përjetuar mbretërinë e Perëndisë të vijë me fuqinë në kohë dhe hapësirë, sepse aty ku është mbreti, është dhe mbretëria. Prandaj, kishërimi nuk është dëshirë, po është detyrim dhe domosdoshmëri. Madje Kisha Apostolike e aforizon sipas kanoneve, i përjashton ata besimtarë, klerik ose laik, që parsë nuk marrin pjesë 3 të diela rresht në liturgji hyjnore dhe nuk kungohen me trupin dhe gjakun e Krishtit për ndjesën e mëkateve dhe për jetën e përjetshme. Kanoni kishtar thotë, çdo klerik që nuk vjen në kishë për 3 të diela rradhës, që nuk ka pasur një nevojë a vështirësi serioze, çirotoniset. Një laik aforizohet, nxirret jashtë kungimit. Prandaj, të dashur krishterë, nuk është kaq e thjeshtë mos të vish në kishë të dielave. Pra, Zoti të toleron 3 të diela, por nëse ti i ka përcen këto, atëre ti quhesh i përjashtuar nga kisha, jo thjesht nga ndërtesa, nga trupi mistik i Krishtit, dhe detyrimisht fillojnë ligjet shpirtërore. Mbi ty marrin të drejtë demonët dhe fillojnë kontrollojnë jetën tënde. Kjo është arsye që se kemi sot të krishterë të cilët janë me probleme shpirtërore, me neuroza ose me vështirësi ekonomike, sociale, dhe ata thonë, po ja, ne besojmë tek Zoti, po pse na ndodhin gjithë këto, e tjera, ku është Zoti? Zoti aty është, Zoti është në kishë, po ti nuk shkon tek Zoti, dhe duke mos vajtur tek Zoti, pa arsye, pra je i shëndetshëm, i ke gjitha mundësi të shkosh, kishën e ke shumë afër me shtëpinë, e tjera, lehtësira, siç kemi sot, ti nuk shkon, atëre përgjegjësia është gjithë e jotja, dhe nëse ti mbetesh 3 të diela pa kungim, atëre nuk mund të shkosh këngosh sikur s'ka ndodhur asgjë, por duhet shkosh të rrëfesh pse ishin arsyet që ti nuk vajete 3 diela në kishë dhe nuk u kungove, për tatësia, mos pendimi, mos rrëfimi, diçka tjetër, dhe vetëm me lejen dhe me lejen e atit rrëfys, ti mund të shkosh kungohesh prapë. Prandaj, të dashur të krishterët, bëjmë shumë kujdes. Ne nuk jemi ata që vendosim ligjet në marrëdhënie me kishën dhe kishërimin. Ato ligje i ka vendosur Zoti dhe kisha. Ne duhet ti nështrohemi, ashtu siç bëjmë edhe kur shkojmë në spital, edhe kur takojmë mjekun, edhe dëgjojmë porositë e mjekut. Po nuk i zbatuam,
ato nuk na bëjnë asnjë dobi, ne nuk shërohemi dhe kot është vajtja jonë në spital. E njëjta gjë është edhe kur shkojmë kish, thjesht kur hyjmë e dalim pa bërë ato çfarë thot Zoti nëpërmjet kishës. Ata besimtarë rebel, indiferent për kishërimin, pra që nuk shkojnë në kish, quhen të vdekur shpirtërisht sepse përbuzin dhe nuk marrin rregullisht të përgatitur kungatën hyjnore, sepse Zoti tha: në të vërtet po ju them, se po të mos hani mishin e birit të njeriut dhe mos pini gjakun e tij, nuk keni jetë në veten tuaj. A e kuptoni çfarë ndodh? Ata mund të hyjnë përsëri në trupin e gjatë të Krishtit, ta me anë të misterit të pendim, rrëfimit, që quhet dhe pagëzimi i dytë, dhe vetëm me uratën false të kishës nëpërmjet atit të rrëfys mund të kungohen përsëri. Pra, ta kemi parasysh këtë gjë. Kisha është si arka e Noes, ku vetëm ata që u vendosën brenda saj, pra Noja veti 7, shpëtuan nga përmbytja, katastrofa, nga dëshkimi i përbotshëm që ndodhi në atë kohë ku njerëzimi doli nga rruga e Perëndis, degenerua shpirtërisht, moralisht, fizikisht, dhe Perëndia u pendua që kishte bërë njeriu, sepse njeriu është vetëm mish dhe në çdo gjë shkon drejt mëkatit. Por përpara Perëndis gjeti hir Noja dhe Zoti i tha Noes të bënte arkën bashkë me familjen e vet, dhe vetëm familja e Noes dhe gjithçka nga kafshët dhe rrëshjanore që hypën në varg shpëtuan nga ajo përmbytje dhe katastrofë globale. Kështu, vetëm ata që hyn dhe qëndrojnë brenda jetës misterore të kishës katolike, apostolike, ortodokse, me frikë Perëndie, bezë dhe dashuri, vetëm ata do të shpëtojnë nga zemrimi i Perëndis dhe nga mbytja në detin e mëkatit. Do të dim se bota, siç e thash përpara, simbolizohet me detin e trazuar, i cili ka ato dallgët e papritur dhe këtu janë ato pasionet, janë rreziqet ndryshme, por edhe me detin e thellë ku njeriu mund të mbytet mos dali më. Prandaj, duhet kemi kujdes nga bota e mëkatit, dhe t'i shpëtojmë përmbytjes që është dënim që marrin mëkatarë në këtë jetë, duhet të hyjmë në kishë si hyri Noja dhe familja e vet në ark. Prandaj edhe Zoti Isu Krisht tha: edhe siç u bë në ditën e Noes, kështu do të jetë në ditën e Birit të Njeriut. Hanin, pinin, martoheshin, martonin, deri në atë ditë që hyri Noja në ark dhe erdhi përmbytja dhe i humbi të gjithë. Kjo për të na treguar në mënyrë profetike nga Krishti se afër fundit të kohërave ku ne po jetojmë, njerëzit në përgjithësi do të refuzojnë të kishërohen dhe të rinë jashtë kishës, jo vetëm si një ndërtesë, por jashtë jetës misterore të kishës, dhe do të bëhen mish. Do me thënë, vetëm mbas kënaqësive trupore dhe pasurive toksore, që do thot një natyrë e rënë, pa mendim shpirtëror, që kthe njeriu si një gjallësë mishore, që vetëm gjallon instinktivisht, por shpirtërisht është i vdekur. Kjo gjendje detyrimisht i largon njerëzit nga kisha, sepse në kish kërkohet së pari mbretëria e Perëndis dhe drejtësia e tij, ashtu siç thot edhe goja e Apostoll Pavlit, që quhet dhe goja e Krishtit. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndis. Kini në mend gjëra që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është e fshehur bashkë me Krishtin në Perëndin. Kur të shfaqet Krishti jeta jon, atëherë dhe ju do të shfaqemi në lavdi bashkë me të. Pra, këta njerëz mishor, dhe pse mbajnë një staturë fetare të krishterë, pra flasim për ata që nuk i shërohen, janë si përfaqësor, thjesht tradicional dhe të painteresuar për mesazhin ungjillor ose lajmin e mirë dhe për jetën e virtueshme. Janë artificial, pa frymë, pa fruta, si fiku pa fruta, vetëm me gjethe që Krishti i uritur e mallkoi ku nuk gjeti tek ai fruta, duke thënë: kokër prej teje kur e për këtë jetë mos u lidh, dhe me njerë fiku u tha. Kështu mallkohen dhe ata besimtarë hipokrit, ku Krishti i uritur për virtutet dhe për dashurinë e tyre nuk gjen asnjë fryt të Shpirtit Shenjtë tek ata, pra siç është fryti i gëzimit, paqja, durimi, mirëdashje, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli, por më keq se fiku i pa fryt. Gjen tek ta të krishterë hipokrit frytet të mishit, si kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindje, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasje, të deurit, gërkësia dhe gjërat të ngjashme me këto, për cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash edhe më përpara, sa
ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë, na thot apostulli Pavli letrën e drejtuar Galatës. Pra, duhet ta theksojmë këtë. Krishti jo vetëm që nuk gjen frutat e Shpirtit të Shenjtë, të disa të krishterë hipokrit që nuk i shërohen, por gjen frutat e mishit, frutet e mishit që janë ato që përmendëm, dhe kështu që patjetër që ata nuk kanë lidhje fare me Krishtin. Madje edhe kur pelegrinët që shkojnë në për kisha dhe bëjnë pelegrinazhe në vende të shenjta, pak janë ata që shkojnë me një gjendje shpirtërore të zgjuar dhe aktive. Shumë shkojnë për kuriozitet, për fat, për zakon, apo thjesht për interesat të çastit, të ham, të pim njësoj si paganët. Mos harrojmë se në kohën e Noes, njerëzit u bën apostat dhe të gjithë duke ndikuar tek njëri tjetri mohuan Zotin krijuesin, dhe patjetër krijuan zotat e tyre dhe njeriu Zot, madje përzgjen racën e bekuar me atë mëkatar dhe lindën gjigant, na thuhet, pra njerëzimi u prish në ADN-n e tij, njerëzimi u shtur dhe u prish moralisht, biologjikisht dhe shoqërisht, ai siç thamë më përpara, Zoti pendua që krijoi ashtu siç citohet në Bibël. Dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe tërësunimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u bën gros për këtë në zemrën e vet. Kështu tha Zoti: unë do të shfaros nga faqja e Dheut njeriu që kam flijuar, që kam krijuar, duke flijuar njeriu deri te kafshët, të rrëshqanorët, te zogj e qiellit, sepse pendojmë që i kanë krijuar. Po Noja gjeti hir në sytë e Zotit. Ka një ngjashmëri të madhe të brezit të sotëm me atë të Noës. Edhe sot njerëzit janë bërë mish, lakuriq, pra ata edhe zhvishen, instinkt, e keqja morale në çdo kohë, që është moraliteti i shoqërisë, adrenalina e mëkatit, që është bërë një ushqim i përditshëm, dhuna që është bërë një argëtim në rritje dhe mjeti etik në këtë xhungël moderne, po ashtu ndryrja e kodin gjenetik dhe transformimi i njeriu natyral në atë mutant, në makineri humanoide, një mostër pa integritet, si po vepron sot edhe me inteligjencën artificiale. Patjetër nëse Zoti nuk do ndryshë sot në këtë ritëm galopant të së keqjes morale dhe transformimin humanoid nga shkenca me AI ose inteligjencën artificiale, të këtyre mendjeve demoniake, atëherë nuk do të vonojë dhe nuk do të mbetet më njeri natyral me moral mbi dhe. Duhet të dimë se gjitha kjo situatë amorale dhe natyrale vjen nga apostazia. Nga apostazia flasim për të ashtu quajtur besimtar. Pra, nuk po flasim për apostazinë e atyre që nuk besojnë, po flasim për apostazinë e atyre të cilët pretendojnë se besojnë, por nuk vinë në kishë. Apostazia si term vjen nga greqishtja e vjetër dhe përkthehet revolt ndaj Zotit, braktisje nga feja ose një përqafim i një feje tjetër që nuk është e Zotit. Apostazia është një sëmundje epidemike shpirtërore morale, praktike, e këtij brezit pa bezë dhe imoral, që po prek të gjithë, pothuajse njerëzit, më shumë besimtarët tradicional dhe përflasin për fet monoteiste. Sot ka një shtim të apostazisë edhe mes të krishterëve, të cilët po largohen nga besimi dhe feja e tyre tradicionale shekullore. Treguesi i apostazisë është mos pjesëmarrja në adhurim dhe jetën mistike të kishës, që ne e përmendëm më sipër, që automatikisht të çon në krijimin, në mendje dhe praktika e Krishtit të rem, të antikrishtit, po ashtu largim nga enoria e krishterë ortodokse dhe pjesëmarrje në grupet heretike, fe antikrishte, apo dhe demoniake, siç është trendi sot i përqafimit të feve lindore, siç janë këto praktikat e jogës ose diçka tjetër, të cilët janë futur, si them, dhunshëm dhe po përkrahen masivisht në vende me traditë të krishterë. Po ndodh ajo që ka thënë dhe ka paremëruar apostulli Pavli, dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit, disa do të mojnë besimin duke vënë veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjjen e tyre, të cilët do ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që Perëndia i krijoi, që me falendrim i marrin me falendrim ata që besojnë dhe i njohin të vërtetën. Këta të krishterë me emër përsërisin tradhtinë dhe apostazinë e Juda Iskariotit, që edhe pse Zoti e kishte bekuar dhe nderuar apostullin dhe e kishte vlerësuar me detyrën
ikonomatit, pra ai mbante parat ose dhuratat e njerëzve për Krishtin dhe apostujt, madje Krishti i lau dhe këmbët, ai përsëri e mori, e tradhtoi Krishtin dhe shiti për 30 monedha argjendi. Dhe pastaj, si na thuhet tek ai hyri djalli, doli jashtë darkës mistike, nga rreth i apostujve, vari veten dhe u nda në mes dhe të përbrendshmit e dolën jashtë dhe shkojnë në ferr. Po sot ka të krishterë që e shesin Krishtin shumë më lirë se Juda, madje parazgjedh dhe bën apostat vetëm për të bërë trendi, njësh me frymën antikrishtit të kohës së re. Me këtë fenë e re të dashurisë, po pa të vërtet, pa Krisht, dhe kështu ata vrasin shpirtrat e tyre të paçmuar, vdesin para kohë dhe frikshëm, me smundje, aksidente dhe mbushin hadin duke bashkëvuajtur me Judën në ferr. Duhet dim se kur të krishterët largohen nga Krishti dhe nga kisha apostolike, nuk humbet as Zoti, as kisha apostolike dhe ortodokse, sepse Zoti është i vetë mjaftueshëm dhe një qenie e lumtur që nuk cënohet nga rebelimi i krijesës, por dhe kisha si trupi i gjallë i Krishtit ka në vetvete saj qeliza dhe gjymtyr të gjallë dhe jo shpirtra të vdekur dhe gjymtyr të atrofizuar, sepse Perëndia nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve, thot Krishti. Apostatët janë ata që humbasin Zotin dhe dashurinë e Tij dhe jetën e përjetshme që transmetohet në kishë, që është trupi i gjallë i Krishtit, dhe kështu mbeten këta apostat në urrëtin e djallit, njeri vrasës që nga fillimi. Ata apostat humbasin mbrojtjen e kishës dhe mbeten zbuluar nga sulmet dhe shigjetimet vdekjepurse të falangave demonjake, bëhen shpejt viktima të profetëve të rem, heretikëve, që janë uqër me lëkura dele, bëhen viktimat magjistarëve, satanistëve, okultistëve, spiritistëve, fallxhorëve, mashtruesve, sharlatanëve dhe çdo punëtori të paullësisë. Ata apostat mbeten pa shenjtërim, që merret me sinergji nëpërmjet mistereve shenjtëruese të kishës dhe kështu përmbyten në llumin e mëkatit dhe pa e kuptuar transformohen në të keqen. Nuk janë më qenë njerëzore të krijuar sipas ikonës Perëndisë, por bën shtazor, kafsh instinktive me fytyrë njeriu dhe nuk përmbushin ngjashmëri me Zotin dhe shenjtërimin dhe hyjnizimin që të bëhen Perëndis sipas Sirit. Ata pushohen se qeni bi të Perëndis duke lindur sipas Perëndis dhe bën bi të djallit, të lindur në kurvëri shpirtërore, ashtu si Krishti ju tha judejve të pabes. Ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vrasës që nga fillimi dhe nuk qëndrojnë në të vërtetën sepse në të nuk kanë të vërtetë. Ashtu sikur se thot edhe një shenjtor, hiqet dritën e Krishtit nga një njeri dhe jeta e tij bëhet një ferr. Hiqja dritën e Krishtit një popull, dhe ai popull kthehet në një lukuni uqërisht, të gjithë kundër të gjithëve. Vërtet, a nuk janë bërë sot njerëzit apostat, një lukuni uqërisht, madje mund të themi më e keqe se lukunia e uqërve, sepse uqërit në rendin e tyre të krijimit natyror e respektojnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin si pjesë e një grupi shtazor, kurse sot njerëzit e pabes, apostat, pa frikë Perëndie, po ha njëri tjetrin, kush e kush më shumë të mashtrojë tjetrin dhe t'i bëj të keqe më shumë, me shumë lehtësi, dhe kur kjo rrezikon dhe jetën e individit, familjen dhe një popull të tërë. E gjithë kjo apostazi, edhe mes krishterëve, patjetër që përbledh brenda vetes energji negative dhe mëkatare dhe jep të drejta djallit, armiku të racës njerëzore që shkatroi jetën e njerëzve dhe ndos ferrin në tokë. Dhe ky ferr nuk është gjë tjetër veçse luftra shkatrimtare mes njerëzve të qytetëruar që njerëzohen dhe shkatrohen nga pabesia dhe lakmia, ashtu si na thot edhe apostulli Jakobi. Nga vijnë luftrat dhe grindjet e kjo? A nuk vijnë nga pasionet tuaja? Ju lakmoni dhe nuk keni. Ju vrisni dhe keni smir, dhe nuk fitoni gjë. Ju zjeni dhe luftoni, por nuk keni sepse nuk kërkoni. Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqja që të shpenzoni për kënaqësitë tuaj. O shkelës të kurorës, a nuk e dini se misia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që do të bëhet mik i botës bëhet armik i Perëndis? Apo pandeni se shkrimi thot kot, fryma rri në ne e lakmon deri në smir? Mos çuditemi për këtë, sepse historitë e harruara përsëriten, kështu ka ndodhur gjithmonë edhe në dy luftrat botërore të shekullit të kaluar. Për kujtes, në luftën e parë botërore, në vitin 1914 dhe në vitin 1918, humbën jetën 14 milion njerëz, dhe në luftën e dytë botërore nga viti 39 deri në 45, humbën jetën gati 60 milion jetë. Patjetër, gjithë ato luftra që ishin pasojë të mëkateve të atij brezi apostat në Evropën e krishterë të shekullit 20, që po t'i krahasojmë me mëkatet e këtij brezi evropian të shekullit të 21, ata njerëz të atij shekulli
të kaluar dalin të shenjtë në thonjza themi, sepse ato që po bëhen në këtë brez janë turp dhe të thuan duke dekaluar çdo limit të mëkatit, në atë jashtë natyre, mëkate që as etrit e shenjtë nuk i kishin parashikuar në kanonet kishtare për pendes. Sot, përveç mëkatit dhe atij përveç është rritur ndjeshmëria dhe këshëria për praktikat okultizmit, spiritizmit, magjisë, besëdisë, paganizmit dhe satanizmit, madje kjo edhe midis krishterëve. Atëherë çfarë pritet të ndodhë tjetër, përveç se një tjetër luftë e re botërore, ashtu siç është parathënë në profecitë e Shkrimit të Shenjtë. Për shembull, tek zbulesa na thuan këto fjalë: Mirë ju banor të tokës e të detit, sepse zbriti djalli drejt jush duke pasur zemërim të madh, duke ditur se ka pak kohë. Ose, sipas profecive të shenjtorëve të Kishës sonë ortodokse, Shën Kozmai Etolius thotë, do të vi koha kur të krishterët do të ngrihen kundër njëri tjetrit. A nuk po e shohim këtë se të krishterët sot po luftojnë kundër njëri tjetrit, siç kemi luftën në Rusi-Ukrainë që është në zemër të Evropës dhe si them është një shkak i një konflikti botror, duke u gëshëtuar me gjitha konfliktet botrore, ashtu siç kemi dhe tani konfliktin Izrael dhe Iran. Mbas luftës, thotë përsëri Shën Kozmai, njerëzit do të rendin gjysmore në rrugë, do të gjesh një njeri dhe do ta bësh vëlla, për treguar se kjo luftë e tretë botërore do të jetë luftë e shkatrimit në masë me armë konvencionale, të cilët ose edhe fatkeqësisht bërthamore, që do ta ulin ndjeshëm numrin e njerëzimit. Shën Pais Agjoriti profetizon në këtë luftë të gjithë do të kthehen të mundur, sepse mëkati është të gjithë kombet. Asnjë komb nuk mund të themi që është një komb i drejtë. Të gjithë kanë mëkatuar dhe prandaj dhe kjo luftë që do t'i si them përziej të gjithë, kjo luftë do t'i shkatrojë pothuajse të gjithë. Zemërimi i Zotit nuk ra vetëm mbi Sodomën, por mund të bjerë dhe mbi qytetet e krishtera të ngjashme me Sodomën, na thotë Shën Nikolaj Velimirović. Jerondi Efrem i Arizonës, një ati shenjtë i cili ka ndikuar shumë jo vetëm në Malin Shenjtë, por sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ngritur gati 20 manastire, thoshte dhjata e vjetër, na thot këto fjalë: fryma ime nuk do të mbetet me njerëzit sepse janë mish. Kaq për sot, Sodoma u dogj, po ashtu edhe kur të bien bombat bërthamore, Krishti nuk i toleron këto mëkate. Mëkati i mishit adhurohet kudo. Mëkati i mishit adhurohet kudo, nuk ka pendim. Shën Maria Egjiptiane u pendua, të gjithë homoseksualët do të shfarosen. Gjithë thrisit dhe këtu e ka fjalën për armët bërthamore. Lufta do të bëhet për shkak të mëkateve. Këto thoshte ky ati nderuar atyre që e dëgjonin. Dhe vërtet këto gjëra po ndodhin edhe sot. Kjo luftë me sa po shohim për ditë po duket e pashmangshme, madje është e domosdoshme, sepse energjia e mëkatit është kaq e madhe sa po derdhet kupa e zemërimit të Perëndis, dhe po duket se vetëm lufta dhe gjaku i njerëzve mund ta neutralizojë këtë të keqe që ne akumuluan gjatë këtyre viteve të paqes, sepse njerëzit bën për asgjë. Gjakun e Krishtit në Golgotha e në për altaret e kishave, që duke e abandonuar adhurimin, kishërimin, duke u bërë apostat, atëherë këtij brezi po ju ndodh ajo që ju tha judeve Krishti. Gjaku ose që judejt thanë kundër Krishtit. Gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Ky është një dënim i merituar sepse ç'dënim më të keq meriton sipas mendimit tuaj. Ai që ka shkelur me këmbë birin e Perëndis dhe ka konsideruar profan gjakun e beslidhe me cilën u shenjtrua dhe ka fyer frymën e hirit. Duhet ta dimë se dhe durimi i Perëndis ka një kufi. Prandaj nëse njeriu këmbgul në apostazinë me hipokrizi, Zoti nuk rreket gjithmonë me njeriu, por e lë të lirë që të paguajë vetë të keqen e tij në këtë luftë. Këtë na thot shumë qartë dhe ky dialog i Shën Johan Rusit me At Jakov Caliqin, që ai sot është një shenjtor i kishës. Kur At Jakov Cali kishte vajtur për të bërë vizitë Shën Johan Rusit ose Lipsanit të Shën Johan Rusit, që ndodhen në Evja në Greqi, ndodhi një dialog që At Jakovi na i thot. Shën Jakovi i flet nga arkivoli At Jakovit. Ata pelegrinët mendojnë se jam në gjumë, i vdekur, dhe asgjë nuk llogarisin të krishterët. Mirë po unë jam i gjallë, i shikoj të gjithë. Trupi im gjendet brenda në arkën, vendi pra ku qëndrojnë eshtra, trupi i paprishur i Shën Johan Rusit. Por unë dal shpesh herë që andej.
rend midis njerëzve për t'i ndihmuar, dhe imja është e madhe. Ata nuk shohin, nuk më shohin, ndërsa unë i shikoj dhe dëgjoj çfarë thonë, dhe sërish futem në arkën time. Por dëgjoha të them diçka, shumë mëkat i madh në botë, shumë shkelje dhe mosbesim. Përse i thua këto fjalë shenjti Perëndis, i thot atë Jakovi. Nuk e shikon sa njerëz vinë tek ty për të marrë bekim duke u falur. Shumë janë ata që vinë atë, Jakov, përgjithshën Johani. Por pak prej tyre janë fëmijët e mi, të krishterë të vërtet ortodoks. Ndaj duhet bërë luftë sepse shumë i madh është mëkati në botë. Jo shenjti im, i them i tronditur, atë Jakovi. Që kur isha i vogël jam gjendur në për luftra dhe mundime të ndryshme, në Azinë e vogël ku jam rritur, por edhe kur erdhem në Greqi. Po pastaj shenjti im, nëse pa pritur ndodh lufta, do të mbasin dhe shpirtra para se të arrit pendohen, dhe Shën Johan Rusi i përgjigjet nga arka dhe lipsani i tij. Duhet të bëhet luftë, duhet të bëhet luftë, duhet të bëhet luftë. Pra kështu mbyllet dialogu. Të dashur krishterë, duhet ta vlerësojmë shtëpinë e Atit Perëndis tonë dhe duhet të shkojmë atje në Kish që të marrim shpëtimin e Atit me anë të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë dhe të vim në Kish në shtëpinë e Perëndis i shtam sa më shpesh të jesh e mundur dhe veçarisht të dielave, si dita e Zotit që ai u ngjall u shfaq tek apostujt. Të kishërohemi vazhdimisht dhe të bëjmë jetë misterore dhe kështu të jemi me Zotin dhe Zoti me ne, se ditët janë të këqija. Dhe mos provokojmë zemërimin e Zotit me apostazi. Ndryshe, kur e keqja e apostazisë të preki jetët tona dhe nga frika dhe mundimi të thrasim Zotin, na mëshiro Krisht, ai mund na përgjigjet si u përgjigj judeve apostat. Po ju them juve se nuk e dini se nuk e di se nga jeni ju. Largohuni prej meje ju punëtor të padrejtësisë. Të dashur të krishterë, leti vëmë vëmendjen e dur këtyre fjalëve, jetojmë në kohën e keqe, jemi në prag të një lufte të tretë botërore, që kjo nuk është më konspiracion, kjo është diçka që e thonë të gjithë, e thonë krerët e shteteve, e thonë njerëz të ndryshëm, njerëz me status, por të gjithë e shohin, e dëgjojnë, e ndjejnë dhe një frikë e madhe po pushton gjithë globin. Sepse kjo nuk është luftë thjesht në një rajon, po ajo rrezikon të parapet në gjithë botën, ku të gjithë shtetet të kacafyten me njëri tjetrin sipas interesave gjeopolitike dhe aq më keq të kthehet në një luftë fetare, por ne të krishterët ortodoks kemi një përgjegjësi të madhe. Jo vetëm që neve duhet të shpëtojmë jetët tona duke qenë bashkë me Zotin, por duhet shpëtojmë dhe botën. Dhe si e shpëtojmë botën? Duke bërë një jetë të shenjtë dhe duke ndikuar tek bota që nëpërmjet jetës sonë ajo të largohet nga mëkati dhe të kthehet Zotit. Dhe mbi të gjitha, ti lutemi Perëndis Isu Krishtit, Princit të paqes, që të ndikojë për vendosur paqen në rajonet ku ka konflikt, si që ndodh në Rusi dhe Ukrainë, në Izrael dhe në Iran, po dhe kudo që ata njerëz të kuptojnë se nga lufta nuk ka asnjë e mirë. Lufta është ferri në tokë, por të gjejnë paqe. Paqja nuk vjen pa Princin e paqes, pa Krishtin. Prandaj të gjithë duhet besojnë në Isu Krishtin, që Ati e dërgoi në botë dhe bëri bir njeriu për Shpirtin e Shenjtë dhe Virgjës Mari, që Krishti të shpaguajë mëkatet e brezave, edhe të këtij brezi. Ndryshe, nëse ne nuk do shkojmë tek Krishti dhe nuk do marrim ndjesën e Krishtit dhe shpagimin e Krishtit me anë të gjakut që ai derdhi në Kisht dhe që përsëritet kjo sakrificë në altaret e kishave ortodokse, atëherë gjithë mëkatet do t'i lajmë ne dhe fëmijët tanë. Dhe siç e thanë dhe juden, gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Urojmë që mos ndodhi kjo e keqe e madhe, por gjithçka është kak pasojë. Le të afrohemi Perëndis që të heqim pasojën e luftës. Nëse do jemi apostat ndaj Zotit dhe Kishës, patjetër që nuk do presim gjë tjetër veçse luftën dhe shkatrimin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por t'u takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.